tre numra. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona, e theksoj, 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnisti. Pra, askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GKKO-s nuk përfiton nga kjo amnisti. I përmenda këto tre numra sepse përmbledhin filozofin e projektligjit që është sot përpara jush. Por para se të analizojmë numrat në detaje dhe t'ju prezantoj detajet që qëndrojnë pas këtyre numrave, do dua që t'i përgjigjemi së bashku një pyetje shumë të rëndësishme që e bën çdo sistem demokratik. Kur përmbushet një dënim? Kur ky dënim e ka kryer funksionin e vet? Dhe projektligji që kemi përpara është eksaktësisht përpjekja e ligjvënësit për t'ju përgjigjur kësaj pyetje. Jo me emocione, por me kritere ligjore dhe me të dhëna statistikore. Ky projektligj nuk e toleron krimin, por ky projektligj dallon qartazi me saktësi juridike dhe me ndërgjegje shoqërore mes personit që vazhdon të përbëj rrezik për shoqërinë dhe duhet të vuaj dënimin, të vazhdoj të vuaj dënimin në institucionet e vuajtjes dënimit, dhe ati personi që shteti vlerëson se është përmbushur qëllimi i dënimit dhe nevojitet të rehabilitohet, të rikthehet në shoqëri. Dua të them dhe diçka tjetër që nga fillimi, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës. Pra, amnistia prek marrëdhënien mes shtetit dhe autorit të veprës penale. Ndërkohë që e drejta e viktimës për dëm shpërblim mbetet e plot dhe e pacënuar, ky është edhe thelbi i nenit 7 të projektligjit. Tani çfarë bën konkretisht projektligji? Vepron në 3 drejtime kryesore dhe jam përpjekur që t'i grumbulloj dhe për lehtësi të diskutimit të sotëm në komision. E para, amnistia nga vuajtja e dënimit, pra ata që sot janë të dënuar e vuajnë dënimin, amnistohen sipas kritereve të mëposhtme. Të gjithë burrat, të cilët janë dënuar deri në 3 vjet, ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet, lirohen menjëherë. Të gjitha gratë, të cilat janë dënuar deri në 4 vjet, ose u kanë mbetur më pak se 4 vjet dënim, lirohen menjëherë. Gjithashtu, të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër lirohen menjëherë dhe për të ardhur tek të miturit që në moshën kanë qenë në momentin autor të kryerjes së krimit 18 vjeç e poshtë, pra më pak se 18 vjeç lirohen menjëherë. Ky është kriteri i parë. Kriteri i dytë ka të bëjë me uljen e dënimit. Të gjithë të dënuarit e tjerë marrin 1 vit ulje, ndërkohë që gratë dhe të miturit 1 vit e gjysmë. Dhe e treta është amnistia nga ndjekja penale. Pushon procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim, me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj dhe tani po kaloj tek përjashtimet. Për shkak se kemi kornizuar përjashtime precize nga kjo amnisti. Asnjë nga përfituesit nuk mund të ketë kryer vepra të rënda, ato që dikur janë quajtur krime të rënda. Pra, lista e përjashtimeve është e gjatë dhe e qëllimshme. E theksoj, është e gjatë dhe e qëllimshme. Nga ajo përjashtohen të gjitha vrasjet në rrethana celsiuse,
të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar që e thash që në nisje të fjalës, veprat zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo gjë, çdo subjekt dhe çdo vepër që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GKK-s. E theksoj këtë gjë dhe do ta shpjegoj